Rreshet e shiut gjatë natës kanë sjellë disa problematika në qarkun e Gjirokastrës, kryesisht në akse rurale dhe zona me rrezikshmëri të lartë nga rrëshqitjet e dherave. Autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile kanë qenë në terren në orët e para të mëngjesit, duke ndjekur nga afër situatën dhe duke ndërhyrë në segmentet më problematike. Gjatë natës në territorin e qarkut Gjirokastër kanë rënë rreshje me intensitet mesatar dhe shtrëngata të herpashershme, të cilat kanë sjellë disa problematika të izoluara. Në bashkinë Gjirokastër, aksi rrugor Kolonjë-Golëm është bllokuar sërish nga inertet e paqëndrueshme dhe njësia vendore ka njoftuar kontraktuesin e rikonstruksionit për ndërhyrje. Përjashtim ka bërë vetëm rruga e Golemit, e cila është në proces ndërtimi. Në një prua atje ka masive me qindra me mira, mund të themi metër kub që janë depozituar gjatë viteve dhe këshirat duke u bërë punime, krijuan mundësinë që të binin poshtë. Punohet vazhdimisht, bien shira, bllokohet dhe është akoma në proces pune për ta stabilizuar. Gjithë strukturat e bashkisë janë në terren. Bashkia Gjirokastër nuk ka toka të përmbytura. Para përmbytjen e javës së kaluar që ajo e madhja, domthonë u përmbyt dhe u largua shumë shpejt uji nga fushat. Gjithë periudhën e pranverës dhe verës, ndërmarrja e kullimit ka punuar me ato mjete që ka vazhdimisht, duke zgjedhur gjithmonë ato ku janë pikat më delikate dhe për fat të mirë funksionoi. Ndërkohë në bashkinë Dropull vijon puna për vënje në funksion të rrugës Glinë e Pravisht, ku janë angazhuar mjete të rënda të ndërhyrjes, ndërsa në bashkinë Libohof, Tepelen, Memaliaj dhe Këlqyr nuk raportohen problematika. Në bashkinë Përmet ka pasur shkarje dherash në njësinë administrative Frashër. Sipas drejtorisë rajonale të ARSH Gjirokastër, akset kryesore të qarkut janë të qarkullueshme, ndërsa gjatë ditës së sotme kontraktori mirëmbajtjes ka punuar për pastrimin e inerteve që kishin bllokuar një sens të aksit Tepelen Gjirokastër, ndërsa OSHE bën të ditur se gjithë qarku furnizohet normalisht me energji elektrike. Për sa i përket nivelit të lumit Vjos, është 3.3 metra në urën e Përmetit dhe 5 metra në urën e Memaliajt.